që kalojnë pa lënë gjurmë dhe ka zëra që mbetën për jetë në kujtesë. Denik Prizreni është një nga ta të fundit. Ai ka ndjekur tinguj që i kanë folur zemrës dhe i ka kthyer ato në këngë që përshkojnë kohën dhe hapësirën, këngë qytetare. Ai ka fituar zemrat e publikut dhe sot konsiderohet një nga këngëtarët më të dashur, por përkundër sfidave dhe vështirësive që ka përballuar, Deniku i rikthehet me nostalgji fillimeve të tij. Kthehemi tash mbrapa ndoshta afërsisht 25-6 vite ose alo më shumë, afër nuk e di sa. Kur fillova më marr ndoshta si amator në sferën e muzikës. Isha edhe në shkollën e ulët të pianos, ndërsa ato kohë na ishin shumë të vështira për gjithë ne, sepse nuk ishim shkollë adekuate për mësim. Ndërsa i majshim orë të mësimit në objektet e shoqërisë kulturo-artistike në atë kohë Agimi, që është edhe sot. Edhe qashtu në ato kurset e vështira, po dëshira dhe talenti, ndoshta më kanë shty gjithmonë për para, edhe në ato kohë shumë të vështira. Edhe me pyet sot qysh ja keni dalë, nuk e di, sepse ka qenë ndoshta edhe një periudhë shumë e keqe, sepse ishin prind gjithë krejt ishin pa punë, ishin vitet e 90-ta, edhe që ka kujtoj për asaj kohë ka qenë vetëm dëshira e madhe për me studiu pjesën e muzikës, ndërsa paralelisht kom njek edhe shkollën fillore edhe shkollën e ulët të muzikës. Edhe për të vazhdu, pastaj me një herë pas luftës në shkollën e mesme, edhe gjatë asaj rrugë kom kuptu që jeta jeme ka të bëj veç me muzikën, edhe për kur gjë tjetër si e. As me punu, as me bo zina, as maltera, as kur gjë, dhe me thonë te për që si punë si e. Muzika rjedh në gjak në familjen e tij. Një trashëgimi që ka frymzuar që nga fëmiria të marrë rrugën e këngës. Mbështetjen e kom pas ndoshta edhe shumë të madhe prej familjes, doja nis prej babës, nanës, hallave të mia, e motrës, e vllaut, sepse kemi pas një tradit në familje që ka pas qef babi gjithmonë, edhe vllau i madh, edhe motra madhe, edhe djali i hallës, të gjithë kanë studiu shkollën e ulët muzikës, e kanë në çdo instrument. Tash njerë flas për motrën, ajo ka qenë piano, ndërsa vllau ka qenë në violin, që edhe sot besoj din me lujtë shumë mirë ata dy. E kanë kryer 6 vjeçarën e parë, domethënë shkollën e ulët të muzikës. Pastaj une si vogël edhe fëmia mas 10 vjetë në shtëpi, edhe babi thotë hajde tash edhe ti me shkollën e muzikës, edhe ndërsa lavdat e para i marrë qysh nga ora e parë interne që kishim atëherë me dalë si vogël me lujtë në piano, edhe unë kisha piano. Ndërsa masajna gjatë rrugës e zbulojmë që ka dalë se ky djalë paska edhe zo. Edhe masa ne tu punu, atëherë fillon edhe zani mu zhvillu, ndërsa në mënyrën konstante që marrë me shkollim, ka të bëj, domethënë prej shkollës mesme, atëherë që ka qenë dikun, sa i kom pas nuk e di, tash me vjetë se kanë kalu shumë, të kom harru. Edhe masaj më ka rodhe një pjesë me qenë jashta Kosovës, mëse prapjem këtu në Kosovë, kom vazhdu Akademinë e Arteve të Bukura këtu në Prishtinë, dhe pastaj edhe një pjesë, 1-2 vjeçar, konstant kom qenë edhe në Shkup, në Akademinë e Arteve të Bukura atje, për me këshyr punën e masterit, cilin po shpresoj që me kry deri këtë vit. Deniku është i lumtur që rruga e tij ka qenë gjithmonë muzika, një pasion që duket se ishte i destinuar që nga fillimi. Si njerëzit besojnë të destinum me kry një mision, edhe Zoti ka fal njerëz për qatë punë, në me thonë ti e për qatë punë, ti e për qatë punë, ti e për qatë punë. Tash, ndoshta, le të themi, fatja ka qenë i mirë ose i keq që kom qenë në Kosovë dhe që ka qenë periudha ma e keqe që kena mujt me pas na si rini, sepse na, le të themi, e kemi djegë rinin ton, ndoshta le të themi atë pjesën ma të bukur tjetës, të cilën e kena pas kujtimet e fresta prej luftës, prej masena prej mas luftës, prej pasojave të luftës. Atëre, do me thonë, ka qenë shumë një krizë shumë e madhe, kur edhe dhe themi tash me një rrugë në atë kohë që ka qenë, une, do me thonë, haloj majnë men si student që kom qenë në kësi Prishtinë,
kemi pas rrogën 184.5 euro. Do me thonë, për në atë kohë ka qenë para, jo, po llogaritë, do me thonë, sa ka qenë dëshira jonë, sa ka qenë vullneti jonë për me vazhdu, mos me dal për kësaj rrugë. Sepse për një me jetu me qatë rrugë ka qenë shumë e vështirë, sa që s'ki mujtë me pagu, as qëra, as me hongër që shduhet, as me ne, abden, ka qenë shumë e vështirë. Por bile edhe në momentet më të këqija, kom thonë, kam bo mirë. Do me thonë, nuk heki dorë për kësaj që jam, edhe nuk heki dorë për kësaj pune që e bëj. Zëri i tij ka udhëtuar në skena të ndryshme ndërkombëtare. Kom pas performancat shumë të në botë, zoni jam ka jehu në shumë skena botnore, edhe lokale. Nuk kisha vequ naj koncert, përpos se që të leta themi, koncerti ka qenë festivali Summa Cum Laude në Vjenë, ku në atë botë vitin 2013-2012, nuk e di sakt, kemi marrë venin e të retë si Kosovë, venin e dytë, në fakt. Edhe kemi këndu në Golden Hall në Vjenë, ku marrën koncertet e vitit 3. Ta shparamëndon sa është ndjenjë bukur aty kur del me kru për këtë koreve të botës edhe në qatë festival ti e merr venin e dytë. Edhe ka qenë shumë ndjenjë mirë. Po ka pas edhe tjera raste kur që para një 2 jave apo 3 jave, nuk e di sakt, isha në Athinë, i ftuar prej ambasadorit atje, edhe ishte një ndjenjë fantastike sepse ishte një festival internacional i krejt shteteve të botës që u përfaqësohej nga UNESCO. Edhe mu më kanë ftu për me shku me këndu atje dhe me e përfaqësu Kosovën, edhe ka qenë ndjenja shumë e bukur sepse edhe një shtet që nuk të nje, me ta leju, me valu flamuri i Kosovës, ka qenë ndjenjë shumë e bukur, edhe aty mi pa njerëz të duar trokit me kongë shqipe, ka qenë ndjenjë fantastike. Do me thonë, kësi periuda, kësi storje gjithmonë ma shumë më rrisin mu si njeri, edhe besoj që kanë ardhur shumë tjera, sepse unë vetëm jam të pjek shumë ma shumë në karierën tim edhe në aspektin vokal, flas. Televizioni ishte për të një dritare që ndihmoi të depërtonte në skenën muzikore dhe të njihej nga publiku. Masa, gjithsesht populli, sot janë këfill shumë, edhe besoj që sot e dojnë muzikën e mirë. Edhe jo rasisht për kushtimi jam ndaj kongës vjetër qytetare, më ka pru deri në pikën ku jam sot. Do me thonë, përjetësisht falenderues ndaj Radio Televizionit 21, Gjeraldina Vullës, Afërdita Saraçinit, Kelmendit, Burit, Gjerit, Agronit, shumë njerëzve tjerë që për më kalu vite tarta atje dhe zonë jem ka fillu më ndigju prej ati emisioni edhe ka qenë një ID card të cilën gjithkush kur prap e them, do me thonë pavarësisht krejtve, kush dën me të ngu edhe kush e din muzikën e mirë, atë ai do me thonë me njëherë ai të aksepton. A kupton? Do me thonë me të mirat, ai nuk të këqyr më në ftyrë. Ai është i kapur mas zanit edhe mo marroj puna. Kjo ka vazhdu që atë ton kohës mu rrit, edhe masajna absolutisht në bas zanit tem, për kushtimit tem në gjdo koncert, gjdo aheng, gjdo dasëm që kom shku me këndu, ka qenë deri në qatë pikët cilën gjdo njeri që ka qenë aty, ka ardhë, ka thonë në fund faleminderit, sepse e kom bo me shumë dashni. Se kur e bën këtë punë me dashni, atëre nuk e ndjen as lodhjen, as nuk thu po pritoj, as po më shkohet, sepse ata njerëz që vinë edhe që i falenderoj se cilin nga zemra, ata hargjojnë mund, hargjojnë pare, ndreqen, veshen, sidomos femna, këtë vinë edhe dojnë me të ngu ty të performu. Ajo është shumë ndjenjë mirë. Ndoshta është aseti jam kryesor, këtë që unë jem shumë komunikativ dhe ndoshta ndaj kush edhe mund me keq kuptu këte, po unë jem shumë komunikativ dhe kom qef dhe ata njerës që janë aty me knaq me najen që unë e bëj, mu knaq me qatë energji që unë e jap, sepse ta dini, këto e thomë që tash edhe gjithmonë e thomë, gjithmonë s'ken, unë jam ai që jam. Kofsha i mërzitun,
vazhdoj me këndu e kry punën teme, po më vret ajo qelja që jam pak i mërzitur. Unë nuk di me qenë me shumë ftyrë, që ato e kom shumë kështu problem. Po edhe kur jam mirë, apet jam qështu i afërt me njerëz, ri me njerëz, i afroj, hajde gëzuar, hajde apepe një pije me mu, hajde qupa pepim bashkë edhe po këndojmë bashkë. Ajo ka qenë shumë prej njoni prej aseteve të mija shumë kështu që i kom afru njerëz edhe e kom bo pa pik interesi, sepse unë jam këtë që jam. Për artistët e rinj, mediat e reja janë porta për t'u bërë të njohur. Besoj që sot artistët e Midfield sot kanë mundësi shumë më shumë, sepse gjithë bota është në TikTok, Instagram, Facebook ose çka do që është, edhe mundësia për me arrit një artist, nëse ai përkushtohet edhe mjafton, besoj, me hi me një live, me hi me bot tag artistat të ndryshëm botnor, cilët edhe ata përmes tegut mund mingu ose ekipa e tij, menaxhmenti i tij e ngon çat zotot, ka dalë se organizoi bukur çto. Hade? Edhe ka shumë më shumë mundësi që mi thonë masajna hade ti knej se mundet me bu karrierë ndërkombëtare. Po, tash është besoj që shumë më lehtë, sepse në televizion në atë kohë ka qenë shumë më vështirë që me pas jehon jashtë, po inshallah din me shfrytzu talentat e ri në ardhje që janë, sepse ka një mundësi të artash, edhe unë besoj që është mundësi e arta ajo, cilën sot mundesh me pa krejt botën edhe me hi live ose me reprezentu produktin tënë që ti din me bo mas miri, ajo është këndimi. Deniku sot është një nga solistët e njohur të Kosovës. Fatmirësisht, kohën e fundit publika e muzikës serioze ka nisë më rritë shumë. Edhe kjo është fakti cili na gëzon ne, edhe na motivon për me punu hala. Në atë botë flasë para shumë viteve, sepse unë e ka që 20 kusur vjetë që jam antari Filharmonisë Kosovës, si solist dhe si korist. Ndërsa ka vite tani, një 5-6 vite prej themelimit të operës Kosovës, që më dalë në operën e Kosovës dhe kemi koncerte shumë a shumë, do më dhe të sferës operistike. Po, është ndjenje mirë, është tepër ndjenje mirë, sepse e shes sallat sot biletat e shituna, njerëz po dalin edhe janë të interesuar me ble bilet, që në atë botë thëshim a ka që mushët salla. E kjo është një impakt, një shtymje shumë e madhe që njerëz me armë të ngu ty që ti bën mas miri, edhe në qatë sferë edhe ata me mbush sallën, edhe kur delti aty sallë e një vetën tamam si artist. Nëse unë s'kom hek dorë, mos hek një dorë asë. Sepse unë e kom pas ma fështirë se ju krejt që mundi me pas. Tash ju që vini në ardhje edhe ju që e studiani. Unë e kom pas mas fështirë i për krejtve dhe unë ja kom dalë. Kur unë ja kom dalë, mund krejt me dalë. Ai është jo vetëm një zë i njohur, por një shoqërues i gëzimeve familjare. Një figurë e dashur që i bën të gjitha momentet më të bukura.